kemi filluar prej javës e kaluar, prej shtunës e kaluar, ku shtëpia botuese Diti e Ndoli, apo Libraria Arti, ka bërë përërimin e 2 librave të autorëve Alice Gjergjbritaj dhe Adlinda Sukaliqi, ndërsa këtë javë, këtë shtunë, me fillim në ora 16 në Galerinë e Arteve të pranë Shtëpisë së Kulturës në Ulqin, do të bëhet përërimi i 2 botimeve më të reja, të cilat dalin nga kjo shtëpi botuese. Mund të them me plot krenari se këto për vitin 2014, këto paraqesin domethënë botimet numër 5 dhe 6, dhe kemi konkretisht bëjmë me librin e Jaho Kollarit, cili titullohet Poeti imi vjeçarit të tretë, dhe ky është një botim i cili vjen pas një kohe shumë të gjatë. Konkretisht libri i parë me poezi të cilën e kishte botuar Jaho Kollari ishte në të lartë 1998 në edicionin e Rilindjes, ndërsa më vonë kishte disa botime me proza, mirë po me poezi, domethënë prej 98-s deri më sot nuk ka pasur asnjë botim. Ndërsa libri i dytë, i cili do të bëhet si përërim i dytë, do të jetë libri me poezi i dal nga konkursi të cilin e ka organizuar Libraria Arti. Për çka bëhet fjalë? Domethënë mund të themi se bëhet fjalë për vitin e dytë, i cili është organizuar ky konkurs i poezisë, dhe për tematik ka pas detin. Në redaksi kanë mbritur punimet e 22 autorëve me afro 70 punime, të cilat të gjitha i kemi përmbledhur në një përmbledhje, dhe kjo do të bëhet përurimi i saj këtë shtunë. Kjo do më thonë është viti i dytë dhe libri i dytë i këtij konkursit i cili del me poezi. Mund të them se ka pas një jehon shumë të mirë, si brenda vendit, domethënë si në Ulqin, gjithashtu edhe në të gjitha trevat shqipfolse, gjithashtu edhe të bashkëdhetarët tonë të cilët janë në diaspor, të cilët edhe kanë dërguar me email, kanë dërguar poezitë e tyre. Mirë po vërejtja më e madhe ka qenë, pasi që tema ka qenë e caktuar, domethënë vetëm poezitë për detin kanë hyrë në konkurrencë, dhe kjo ka qenë, si të themi, një ndalje e prurjeve më të mëdha të poezisë. Mirë po unë jam i kënaqur, domethënë 22 autor, më se 70 punime, del një libër i cili do të ketë poezi shumë të mira. Të shtunën presim që të vinë laureatët e vendit të parë dhe të dytë, ndërsa i vendi i tretë ka qenë autorës tonë nga Ulqini, kështu që e kam të konfirmuar se çmimi i parë, i cili është ndarë zotëri Arjan Kallçës nga Korça, do të mbërrijë, domethënë nesër pasdite do të vinë në Ulqin dhe do të marr pjesë në përurimin e librit. Gjithashtu fjalë të mira kam edhe prej vendit të dytë, e cila vjen prej Durrësit, mirë po ende nuk e ka konfirmuar, si themi, për 100%, mirë po pjesëmarrja e tyre do të jetë. Të dyja këto botime, si edhe ato të javës e kaluar, kanë qenë të mbështetura nga Fondi për Pakica dhe edhe Libraria Arti.
Učesnici Parade ponosa u Podgorici, zakazane za 2. novembar, šetaće istom rutom kao i prošle godine, jer je procjena policije da je trasa od lokacije bivšeg hotela Crna Gora do zgrade stare vlade najlakša za obezbjeđenje, a čuvaće ih 1800 opremljenih policajaca raspoređenih u 5 bezbjedonosnih prstenova. Maršrutu od 1400 metara su i ove godine odredili u operativnom štabu uprave policije, koji su se tokom prvog prajda u glavnom gradu uvjerili da je to najbolja dionica za bezbjednu šetnju učesnika te manifestacije. Podsjetimo, 20. oktobra prošle godine Parada ponosa protekla u znaku neviđenih policijskih mjera i žestokih sukoba policije sa protivnicima Prajda. Policija je u tim sukobima upotrijebila pendrek i suzavac, dok su protivnici Parade ponosa uzvratili petardama, bakljama i kamenicama. U sukobima je tada povrijeđeno 20